Si funksionon kjo për ju që jeni komentator? Keni ndonjë listë aty përpara që shikoni lojtarët? Lojtarët ne e dim çfarë çarapesh veshin. Normalisht nuk kemi para akoma. Po kombëtarës po, do të thonë kur është midis dy ekipeve të ndryshme. Po. I dini, keni ndonjë fletë apo i njihni tashmë lojtarët? Ora fletën e përgatitjes. Shiko, kjo është gjithë pjesa e përgatitjes. Ti e di që ke ndeshje ditën e shtunë. Kush do luaj? Dhe pse do përgatitesh? Do ti fillon Polonia kë ka? Po tani ti e di se kë ka titullar Polonia të ditë sepse mu kam një live score. Kam një live score këtu në telefon që më nxjerr një çfarë ore para dhe. Po mirë, pra, po unë formacionin e Polonisë me mend e di pak a shumë se me kë luan. Edhe unë shoh, kush nuk luan, s'luan Zielinski sot. Kush mund ta zëvendësoj Zielinskin? Zielinski mund ta zëvendësoj Ersi. Edhe futem Ersi, ka lut kaq ndeshje, po. Në kaq raste ka zëvendësuar Zielinskin. Se kjo është pjesa e studimit, pastaj ti ke mbushur, shoh ke mbushur një fletë aty. Po fletësh. Me pyetje, e përgatitur pra për këtë gjë. Te këtë di edhe komenti është, pastaj vjen dhe eksperienca, se qofse un Polonin për shembull mora rastin e ndeshjes fundit. Un Polonin e kam komentuar edhe 2 herë tjera para ca vitesh, kam komentuar në Europianen në botror, se ky brez është. Pastaj dallimi, ndryshimi në një skuadër nuk është se vjen me thik.